Është momenti që të analizojmë pak zhvillimet në Kosovë me zotin Eshbedin Spahiu. Përshëndetje, zoti Spahiu. Do ta nis me atë që shihet si një gjë pozitive që ka ndodhur atje, se pas 3 vitesh Bashkimi Evropian hoqi gjitha masat ndeshkuese për Kosovën. Si erdhi ky vendim, sa i rëndësishëm është? Është i rëndësishëm për shumë arsye. Një, për shkak që më ndihmesës ekonomike, dhe e dyta për shkak që tregon që Kosova ka qenë në të drejtën e saj, që edhe Bashkimi Evropian është bindur që Kosova ka bërë një gjë në duhur. Kështu që të gjithë ata të cilët kanë akuzuar qeverinë se ka bërë veprime jo të duhura drejt veriut dhe që ka shkaktuar të lashë Kosovës, vjen që nuk kanë pasur të drejtë. Thjesht Kosova ka realizuar sovranitetin e saj, integritetin territorial dhe me ca probleme, natyrisht me ca moskuptime, për shkak të mungesës së diplomacisë, për shkak të paaftësisë për të sqaruar shtetet e Bashkimit Evropian për të drejtën e saj, për mënyrën e veprimit të drejtë të saj, por që në fund kur e ka realizuar, ka dëshmuar atë që ka qenë e drejtë dhe në fund i ka hequr edhe masat, të cilat Bashkimi Evropian ka hequr masat që i ka ndërmarrë padrejtësisht ndaj Kosovës. Ja faturuam Albin Kurtit më herët, ndërkohë sot që ne flasim kur Albin Kurti është në një tjetër betejë, e favorizojnë, është një plus që vjen për politikat e tij? Po, patjetër që është një plus për të. Apo e maksimizon ai këtë? Po mendoj, por tani për një politikan betejat janë të shumëndshme dhe nuk, nëse ti shkëlqen në një drejtim, dështon në një drejtim, rezultati në fund është një rezultant të gjitha këtyre, nuk është vetëm një drejtim që t'jep avantazhe, vërtet. Nëse disa drejtime t'jepin avantazhe, disa tjera të çojnë mbrapa, tash suksesi i tërësishëm ose percepcioni i publikut është një rezultant e tyre, dhe kjo rezultant varet se po më shihet zakonisht në zgjedhje, në rezultatet zgjedhore, dhe këtë me kemi parë në zgjedhjet e kaluara përkundër dështimit të tij në shumë fusha të qeverisjes, prap publiku e ka vlerësuar lart, sepse e ka vlerësuar çështjen e veriut si një prioritet të lartë të shoqërisë kosovare, me interes të lartë për vendin dhe prandaj edhe e ka pozicionuar atje ku është pozicionuar. Po një mesazh për Serbinë, është ky në këto kushte në të cilat ndodhemi? Heqja e këtyre sanksioneve nga BE-ja për Kosovën? Është një mesazh që duhet si të them, të bindet asaj që Kosova nuk është pjesë e Serbisë. Shikoni, vetëm rastin e fundit, kjo kur tani që qeveria e Kosovës ju dha një afat shtesë qytetarëve serb qytetarëve të komunitetit etnik serb të Kosovës për të regjistruar dhe për të kryer obligimet e tyre, tregon se sa në çfarë gjendje kemi qenë ne që 27 vite gati që nga pas lufte. Ka njerëz, domethënë brenda Kosovës, edhe ato përbën ndoshta më shumë se gjysma e popullsisë serbe të veriut të Kosovës që fare nuk janë pajisur me dokumentet të Kosovës, që kanë lindur, janë rritur, janë martuar, sepse tash nga pas lufta kanë 27 vite. Do thotë ka mund bëjnë edhe fëmijë dhe të gjithë to të regjistruar në struktura paralele, pa pasur dokumentet të Kosovës. Dhe tani kur erdhi ligji për të huaj që çdo njeri që nuk ka dokumentet të Kosovës
në Kosovë do të konsiderohet i huaj dhe do duhet të ketë paraqitje të her pas hershme e tjera në periodike dhe të lashtet e tjera, atëhere dolin e pa ky problem se si gjithë ta qytetarët të cilët kanë lindur, janë rritur, kanë varën e prindve, gjyshit e stërgjyshit aty në Kosovë, edhe në anën tjetër nuk kanë dokumentat Kosovës dhe do duhet të konsiderohen të huaj, atëhere erdhi deri tek intervenimi edhe i Bashkimit Evropian edhe i komunitetit serb që t'u jepet afat shtesë për të regjistruar. Në fakt, kjo është në fitore e madhe e qeverisë së Kosovës, sepse me këtë hap bëhet një hap vendimtar në integrimin e serbëve brenda shoqërisë kosovare. Ndaj natyrisht integrimi është një proces i pafundëm, por një hap shumë substancial, që më në fund qytetarët të përkatësisë etnike serbe duhet të kuptojnë që nëse nuk janë shtetës të Kosovës, në Kosovë janë të huaj dhe nuk mund të konsiderojnë akoma Kosovën si Serbi, si edhe që janë me dokumentat Serbisë dhe të konsiderojnë që në Kosovë po jetojnë në shtetin e tyre. Dhe deri më tani ata e kanë konsideruar dhe për ta tashmë është një traumë goxha e madhe që ta kuptojnë këtë më në fund 27 vite pas luftës. Ne ndërkohë kemi situatë politike me ngërçe në fakt dhe tashmë pyetja është çfarë ndodh pas 31 marsit kur kushtetuesi janë kryer pra dhe dekretin e Osmanit. Çfarë zhvillimesh kemi atje, zoti Spahiu, në kuadër të aktivitetit politik si të Albin Kurtit, ose çfarë lëvizjesh ka, por gjithashtu edhe Vjosa Osmanit, drejt kujt subjekti politik po shkon ajo, a ka lëvizje të cilat po na diktojnë atë se çfarë ndodh në fund të këtij muaji? Është e qartë, më së evidente që dy ka mundësi që t'jenë vendimet e gjykatës kushtetuese, një që dekreti ka qenë në rregull dhe na çon direkt në zgjedhje tjera, dhe dy që nuk ka qenë në rregull dhe që do të ketë edhe një afat për të korrigjuar nëse ka vullnet partive politike për të mos shkuar në zgjedhje, ose që megjithatë pas një kohe prapse do shkohet në zgjedhje. Vjosa Osmani tashmë veç është besoj është përcaktuar që do të bëj koalicion me LDK-n dhe do të futet garas politike brenda me këtë subjekt politik. Sigurisht që do të ketë një listë të saj dhe që do të futet në këtë koalicion me këtë listë në mënyrë që t'i maksimalizoj rezultatet e veta dhe kjo sigurisht që jep një përparësi LDK-s, duke qenë se ajo është një politikane guximshme, politikane karismatike, e pa skrupullt, konfliktuoze, edhe që kjo konfliktualiteti në shoqërinë kosovare është i praneshëm edhe çon pesh. Nuk është që personat jo konfliktuoz po entohen më shumë. Më shumë ata që janë më konfliktuoz, se vetë brenda shoqërisë sonë është konflikti i vlerave, është konflikti i shumë shkave dhe kjo natyrisht përthehet edhe në politikë dhe në aksionet politike. Dhe kështu që me këto cilësi Vjosa Osmani do të jap një energji, do të energjizoj LDK-n dhe do të sjellë rezultate më të mira. Po flitet gjithë këto kohët e fundit shumë, po them gjithë një, por në raste për një stërvitje të ushtrisë së Serbisë në kufi me Kosovën, çfarë po ndodh janë këto mesazhe kërcënimi në kuadër edhe zhvillimeve të tjera, konflikteve, të luftës? Sa reale janë ato? Janë mesazhe kërcënimi për shkakun që Serbia natyrisht përderisa nuk e njeh Kosovën, ajo pret një moment
një moment të volitshëm, një moment oportun për të sulmuar Kosovën. Kjo është ashiqare dhe tani kur shihen përçarjet që ndodhen brenda NATO-s, përçarjet të cilat janë shkaktuar me luftën e Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, dhe kur aleatët e tjerë të NATO-s nuk po e ndihmojnë Amerikën në këtë luftë, atëherë Serbia pret që kjo përçarje të përkthehet edhe në rastin e Kosovës. Në rast se kjo ndodh, atëherë ajo shes si oportune që ta sulmoj Kosovën. Në një moment të caktuar kur të ketë krisje në mes të zonë në mes të Amerikanëve, Britanikëve, Gjermanëve, Italianëve e tjerë që janë prezent në Kosovë, atëherë edhe ta bëjnë një invazion të tillë. Dhe shikoni se ku po i bën stërvitjet, si gjithmonë është thënë që në Kosovë mund të sulmohet nga veriu. Unë në misionin tuaj vazhdimisht kam thënë që pasi Kosova e ka marrë në kontroll veriun, pas Banjskës e këtej, sulmet mund të priten nga pjesa juglindore e Kosovës, sepse veriu është i vështirë për të depërtuar. Më thënë, në momentin që Kosova ka marrë veriun, ka marrë një stre, ka kriju një stre të jashtëzakonshme, të fortë, sepse vetë natyra është ajo që e mbron Kosovën në rast agresioni nga ana veriore. Kurse pjesa më dobët është ajo nga ana juglindore, ku janë terrene kodrinore dhe ku mund të bëhet një invazion ushtarak ndaj Kosovës. Prandaj edhe stërvitjet po bëhen në atë pjesë të kufirit. A mund të ndodhë? Po, situata shfragjile në botë, mund të ketë zhvillime të reja në mes të aleatëve dhe në një moment caktuar Serbia mund të sheh si oportune të veprojë. Ndërkohë, ka një kontradikt. Jo domosdoshmërisht Kurti duhet të shprehet si shprehet KFOR-i, po Kurti thotë që janë agresor, ndërsa forcat e KFOR shprehen se nuk përbëjnë rrezik. Të duhet besojmë? Po, natyrisht, nëse KFOR-i do thoshte që përbëjnë rrezik, atëherë ishim në luftë. Ishim në luftë, domethënë sepse ai ka për mision, natyrisht KFOR-i do duhet të jetë i matër në vlerësimet e veta, dhe kështu që është e natyrshme edhe deklarata e KFOR-it edhe deklarata e kryeministrit Kurti, nuk janë, po mendoj, nuk shoh diçka këtu të kundërshtatshme në këto deklarime. Thjesht KFOR-i ka dhënë një deklaratë të matër, përdesë nuk ka sulmuar, ka bërë vetëm një ushtrim ushtarak. Por çfarë do të thotë një ushtrim ushtarak në këtë pjesë të territorit, atëherë është ajo që thash më parë. Do të thonë, është thjesht një përgatitje për në një rast oportun. Kjo nuk do të thonë që do të ndodhë ndonjëherë, mund të mos ndodhë kurrë, por përgatitja është që në rast se paraqitet mundësia, hapësira, atëherë të bëhet kjo gjë. Që mos i shpëtoj rastit, domethënë një mundësi e tillë, në rast se do të ketë një një situatë problematike mes aleatëve të KFOR-it. Në Kosovë, forcat amerikanë janë prezente momentarisht në numër të madh, po ndaj në numër kështu jo në numër simbolik, sepse në Kosovë ka edhe forcat të Shqipërisë, edhe të Malit Zi, edhe të Kroacisë e tjerë, po këto janë në numra simbolik, që mund të numërohen në gishtat të dorës, vetëm është prezencë simbolike në Kosovë. Kurse prezenca esenciale është prezenca ushtrisë amerikane, ushtrisë italiane, ushtrisë hungareze, turke. Këto janë katër
ushtri të cilat janë prezente në Kosovë. Faleminderit, zoti Spahiu. Çdo të mirë. Përshëndes.